Assalamu alaikum wa rahmetullah. Mirë se erdhët në emisionin Rruga e Drejtë. Elusë Allahun e lartësuar që këtë takim ta bëjë dobishëm për gjithë ne. Ramazani është muaj i mirësive të mëdha. Në këtë emision me Hoxh Ismailin do të fokusohemi pikërisht rreth kësaj teme. Se si arrihen mirësitë e agjerimit, se si arrihen mirësitë e muajit Ramazanit. Por para se të kalojmë pra tek trajtimi i disa pikave, duam që Hoxha na bëjë një përmbledhje të mirësive të Ramazanit. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Falënderimi takon Allahut të lartësuar, lavdrimet, bekimet dhe paqja qofshin mbi njeriu më të mirë, të dërguarin ton Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Padyshim që muaji i Ramazanit ka mirësi të mëdha. Është një kohë që e ka veçuar Allahu i lartësuar. Allahu ka krijuar hapësirën kohore. Dhe ai ka përzgjedhur muajin e Ramazanit. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allahu thotë në Kur'an, Zoti yt krijon çfarë të dëshirojë dhe ai përzgjedh. Disa krijesa i ka përzgjedhur Allahu. Ka përzgjedhur profetët, ka përzgjedhur profetin ton Muhammedin alayhis salam, i cili është më i miri të dërguarve, më i madh i tyre, më i nderuari. Ka përzgjedhur ummetin islam. Ummeti jonë është ummeti më i mirë. Ka përzgjedhur Mekën, është vendi më i mirë, Ka'ben, xhamia më e mirë, shtëpia më e dashur tek Allahu i lartësuar. Ka përzgjedhur muajin e Ramazanit, është muaji më i mirë i vitit, është muaj i veçantë, muaj i mirësive. Ka përzgjedhur natën e Kadrit. Prandaj njeriu duhet që t'i shfrytëzojë këto kohë. Ta shfrytëzojë muajin e Ramazanit, të përpiqet të arrijë mirësitë e Allahut të lartësuar në Ramazan. Vërtet ai që përpiqet me besim i arrin. Nga ana tjetër ai që nuk përpiqet privon veten nga një mirësi shumë e madhe. Muaji i Ramazanit është muaji i agjerimit dhe Allahu i lartësuar shpërblen agjeruesin pa hesab, pa llogari. Veprat e kanë shpërblimin të caktuar, një e mirë deri shpërblehet nga Allahu i lartësuar me 10 mira deri në 700 fish, siç ka thënë Allahu i lartësuar në një hadith kutsi, pra është hadithi që na ka përcjell profeti nga Allahu i lartësuar. Por Allahu thot illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, për jashtim bën agjërimi, ai më përket mua dhe unë shpërblej për ta. Kjo do të thotë që agjërimi ka shpërblim pa hesab, pa llogari, ka një shpërblim shumë të madh, që ne nuk e llogarisim dot. Agjërimi i muajit Ramazanit është i barabartë me agjërimin e 10 muajve sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Muaji i Ramazanit është edhe shkak për faljen e gjunaheve. I dërguar Allahut ka thënë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjiron muajin e Ramazanit me besim dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, atij i falen gjunahet e kaluara, por i falen gjunahet e vogla, ndërsa nga gjunahet e mëdha njeriu duhet të bëjë tauba. Duhet bëj kthesë, duhet heq dorë prej tyre. Nëse një mëkat ka të bëjë me të drejtat e njerëzve, atëherë duhet të shlyejë dhe detyrimet ndaj njerëzve, sepse mëkati që ka të bëjë me të drejtat e njerëzve nuk falet nëse njeriu, pra nuk mund të quhet sakt toubja nga një mëkat i tillë pa shlyer detyrimin ndaj njeriu, pa i kërkuar hallashtin njeriu që i është bërë dëm. Pra muaji i Ramazanit është muaji i faljes së mëkateve. Nëse robit nuk i falen gjunahet në Ramazan, kur do t'i falen gjunahet? Prandaj dhe profeti ka treguar në një hadith se meleku Xhibril ka bërë lutjen: "Men adraka Ramadan fa lam yughfar lahu fa dakhala an-nar fa ab'adahu Allah." Kush arrin muajin e Ramazanit dhe nuk i falen gjunahet dhe përpasoi ai hyn në zjarrin e xhehenemit, atë Allahu e largoft nga mëshira vet. Dhe profeti kur e ka dëgjuar këtë lutje ka thënë amin, ka thënë o Allah, pranoj këtë lutje. Kjo tregon domethënë që muaji i Ramazanit është muaj, është sebeb për faljen e gjunave, domethënë veprat e mira që besimtari kryen në Ramazan, si agjërimi,
falja e namazit taravive, falja në natën e Kadrit dhe të tjera vepra që besimtari kryen në muajin e Ramazanit. Por ka njerëz që nuk u falen gjunahet në Ramazan, për shkak se nuk i kryejnë veprat që kërkon Allahu subhanahu wa taala, për shkak se nuk bëjnë tobe për shkak nga gjunahet, ose nuk kanë shlyer detyrimet ndaj njerëzve, ose nuk e kanë përmbushur agjërimin siç duhet, nuk kanë kujdesur për agjërimin, nuk kanë ruajtur agjërimin. Në muajin e Ramazanit Allahu i lartësuar liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Në çdo natë muajit Ramazanit liron Allahu njerëz nga zjarri i xhehenemit. I liron domethënë i shpall si të shpëtuar, të shpëtojnë. Se për çdo njeri është caktuar një vend xhenet dhe një vend në zjarrin e xhehenemit. Dhe nëse njeriu nuk shpëton nga zjarri i xhehenemit, përfundon në xhehenem. Në muajin e Ramazanit Allahu subhanahu wa taala, madje ka dhe një hadith që tregon se në çdo kohë iftari Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Sipas një hadithi tjetër, në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit Allahu i lartësuar liron nga njerëz nga zjarri i xhehenemit. Pra, ka hadith që thotë në çdo natë Ramazanit Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Ka një hadith tjetër thotë në çdo kohë iftari Allahu liron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Sipas një hadithi tjetër, në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit Allahu liron, domethënë shpëton njerëz nga zjarri i xhehenemit. Muaji i Ramazanit është edhe muaji i pranimit të lutjes, prandaj sipas një hadithi në çdo ditë dhe çdo natë Ramazanit Allahu, besimtari ka një lutje që ja pranon Allahu i lartësuar. Ta shfrytëzojmë netët dhe ditët e muajit Ramazanit duke bërë lutje, sidomos netët e 10 netëve të fundit të Ramazanit, netët tek të 10 netëve të fundit, sidomos natën 27, që me mundësinë më të madhe është nata e Kadrit. Pra, të bëjmë lutje Allahut të lartësuar me shpresë se Allahu i lartësuar do të pranojë lutjet tona. Sipas një hadithi tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë agjëruesit, pra i pranohet lutja. Agjërimi ndërmjetëson për robën tek Allahu i lartësuar ditën e gjykimit, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, në muajin e Ramazanit hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit dhe lidhen shejtanët. Pra, shejtanët nuk arrin që t'i tundojnë njerëzit në muajin e Ramazanit. Dhe kjo është një nga mirësitë e muajit të Ramazanit, që besimtarët, që muslimanët kanë mundësi në këtë muaj të bëjnë vepra të mira, të arrijnë kënaqësinë e Allahut, të bëjnë tobe, të bëjnë kthesë, të bëjnë ndryshim, të fitojnë takwa në muajin e Ramazanit. Në muajin e Ramazanit Allahu i lartësuar mëshiron njerëz, fal njerëz, pra është muaj i bekimeve, i faljes, i mëshirës, muaj i madhërueshëm i Ramazanit. Kush përmbush shtyllat e Islamit dhe krahas tyre fal dhe namazin e taravive, sipas një hadithi, arrit gradën e njerëzve dëshmorë dhe të çiltur tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe namazi i taravive ka një mirësi shumë të madhe, sipas një hadithi të profetit sallallahu alaihi wasallam, kush fal namazin e taravive me iman, me besim, dhe duke shpresuar vetëm shpërblimin e Allahut të lartësuar, atij i falen gjunahet e kaluara. E përmend edhe hadithin e kaluar që kush përmbush shtyllat e Islamit dhe krahas tyre fal dhe namazin e taravive në netët e Ramazanit, ai do të jetë në gradën e njerëzve dëshmorë dhe të çiltër, domethënë do ketë shpërblimin e tyre në xhenet, që është një grad shumë e lartë në xhenet. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, sipas një hadithi tjetër, ka përmendur se kush fal namaz me imamin, derisa jep selam imami në netët e Ramazanit, kush fal namazin e yatsis me imamin dhe vazhdon të fal me imamin namazin e taravive dhe namazin e vitrit derisa të jap selam imami. Prandaj këshillojmë besimtarët që të vazhdojnë të qëndrojnë me imamin derisa të falin namazin e vitrit dhe të japin selam bashkërisht me imamin, në mënyrë që ta marrin sevapin, shpërblimin, sikur janë falur me imamin gjatë gjithë natës deri në agimin e saj. Kështu ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Agjërimi është mburoj, e mbron njeriu nga zjarri i xhehenemit, e mbron robën në këtë botë nga të këqijat, nga veset e ulta, nga moralet e këqija, nga gjunahet. Pra duhet shërbej si mbrojtje agjërimi. Dhe si rrjedhim është dhe mbrojtje nga zjarri i xhehenemit. Agjëruesi i ka dy gëzime, sipas hadithit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur çel gëzohet që ka plotësuar ditën e agjërimit, po shuan etjen, po shuan urinë, dhe kur të takohet me Allahun në ditën e gjykimit dhe do të marrë shpërblimin e agjërimit, do gëzohet me shpërblimin e madh të agjërimit.
Nata e Kadrit është nata më e mirë e vitit, është një nga 10 netët e fundit të Ramazanit, me mundësinë më të madhe është nata 27. Edhe kjo është, domethënë, është më e mirë se 1000 muaj, si ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an, domethënë adhurimet, ibadetet, namazi në natën e Kadrit është më i mirë se sa ibadeti, adhurimi në 1000 muaj, një mirësi shumë e madhe e muajit Ramazanit. Allah shpëleft hoxh. Pa dyshim se besimi është themel i fesë islame. Pra, që të pranohet agjërimi nevojitet besimi. Duhet patjetër besimi. Veprat te Allahu i lartësuar pa besim nuk mund të pranohen. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam kur ka folur për mirësinë e Ramazanit, që ai fal mëkatet, ka përmendur kushtin me agjëruar Ramazanin me bindje, me besim, dhe duke shpresuar shpërblimin e Allahut, imanen u ihtisaben, iman do të thonë besim. Duhet që njeriu të besoj Allahun, të besoj melekët e tij, librat e tij, libri i fundit është Kurani, të besoj të dërguarit e Allahut, i dërguari i fundit është Muhamedi alayhi salatu wassalam, të besoj ditën e gjykimit, ditën e ringjalljes, se ka xhenet dhe ka xhehenem. Njerëzit e mirë do të përfundojnë në xhenet, njerëzit e këqij do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit. Të besoj kaderin e Allahut, paracaktimin hyjnor. Si e mira dhe e keqja janë paracaktuar nga Allahu i lartësuar. Ndodhin vetëm ato që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që duhet që njeriu të ketë besimin islam, në mënyrë që t'i pranohen adhurimet tek Allahu i lartësuar. Të besoj që agjërimin e ka caktuar si detyrë, si rit fetar Allahu i lartësuar. Besoj në premtimin e Allahut për shpërblimin e agjëruesve, që u fal mëkatet, që u jep mirësi, i shpëton nga zjarri i xhehenemit, si rrjedhim e fitojnë xhenetin. Prandaj në muajin e Ramazanit hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit, lidhen shejtanët, siç e përmenda pak më parë. Pra duhet besim, duhet iman. Pa besim nuk pranohet vepra tek Allahu i lartësuar. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura." Ne ju drejtuam veprave të tyre, veprave të jo besimtarëve, i dhujtarëve, dhe i bëm si pluhur i shpërndar, domethënë pa vlefshëm, pa dobishme për ta. Veprat e tyre nuk do t'u bëjnë dobi tek Allahu i lartësuar në ditën e gjykimit për shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe për ta fituar xhenetin. Pra nëse një jo besimtar ka qenë bamirës, ka qenë bujar, ka dhënë të varfërve, për shembull, por nuk ka besuar Allahun, s'ka besuar ditën e gjykimit, s'ka besuar se ka xhenet dhe ka xhehenem, nuk e ka patur besimin, themelin e Islamit. Këtij njeriu nuk do t'i vlejnë veprat tek Allahu i lartësuar për të shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe për ta fituar xhenetin. Nëse i ka bërë këto vepra që Allahu ta shpërblej në këtë botë, me niyetin e pastër për Zotin, po pa besuar ditën e gjykimit, Zoti i jep shpërblim në këtë botë, i jep të mira në këtë botë. Por duke qenë se s'ka besuar ditën e gjykimit, s'ka besuar se ka xhenet dhe ka xhehenem, nuk ka shpërblim në botën tjetër. Dhe këto vepra nuk i pranohen për shpëtuar nga xhehenemi dhe për ta fituar xhenetin, shkon në xhehenem. Zoti na ruaj. Prandaj çështja e bindjes është shumë e rëndësishme. Do ta kemi parasysh njerëzit këtë pjesë, se ka njerëz që interesohen, po agjërimi i Ramazanit, po nata e Kadrit, do themi është kusht për pranimin e veprave tek Allahu, besimi, duhet ta tregojmë realitetin. Besimi duhet t'u sqarohet njerëzve siç është në realitet. Pa besim, pa iman, nuk shpëton Allahu, nuk shpëton njeriu para Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Në një hadith, në një ajet tjetër, Allahu i lartësuar veprat e jo besimtarëve i ka krahasuar me hirin që e shpërndan era e stuhishme. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Ata, domethënë, mund të mendojnë që veprat e tyre mund t'u bëjnë dobi. Nuk e besojnë ditën e gjykimit ose dyshojnë në lajmin që ka thënë Zoti. Zoti i thotë vërtetën, ka shpall librin hyjnor në Kur'an, madje edhe në librat para Kur'anit e ka përmendur ditën e gjykimit, të ringjalljen, në çështje madhore, është shtyllë e besimit, është një nga shtyllat e besimit. Allahu thotë vërtetën, por ka njerëz që nuk e besojnë. Allahu subhanahu wa taala që na ka krijuar për herë të parë, ka fuqi të na krijojë përsëri.
Ai që ka krijuar krijesa të mëdha, qej, tokën, diellin, hënën, ka fuqi të sjellë një krijesë të dobët si njeriu edhe një herë në jetë. Allahu i transformon krijesat nga një gjendje në një gjendje tjetër. Nga bima që është e njom, del fara që është e thatë, nga fara e thatë, del filizi, del bima e njom. Allahu ringjall tokën me rreshtet e shiut. Toka bëhet e shkret, Allahu lëshon shi, ringjallërohet toka, rigjelbërohet. Edhe kjo është argument, shenjë që Allahu ka fuqi të ringjallë të vdekurit. Allahu është i urtë, ai është i drejtë. Në qoftë se do të kishin të njëjtin përfundim, si të mirë dhe të këqij, si të drejtët dhe të padrejtët, atëherë ky nuk do ishte një veprim i drejtë nga krijuesi. S'do të ishte një veprim i urtë. Kështu që urtësia dhe drejtësia e Allahut kërkon që të ketë një ditë ku do të merren llogari njerëzit, do dalin para Zotit, do gjykohen për veprat dhe do shpërblehen me mirësi, me lumturi në xhenet, se xheneti është vendi i lumturisë, i kënaqësisë si shpirtërore dhe fizike. Dhe do të vuajnë dënimin keqbërësit, zullumqarët, padrejtët, jo besimtarët, idhujtarët në zjarrin e xhehenemit. Kjo është urtësia, është drejtësia e Allahut të lartësuar. Kështu që ai që nuk e pranon këtë, ai shpif për Zotin, ai mendon keq për Zotin, ai nuk pranon urtësinë dhe drejtësinë e Zotit, pra është kundërshtar i Zotit. Këto argumente logjike që i përmenda në mënyrë të përmbledhur, i gjejmë në shumë vende në Kur'an. Ta lexojmë Kur'anin me këtë sy. Argumentet e ringjalljes, janë argumente logjike, të prera, të qarta, të padiskutueshme. Është e vërtetë e padiskutueshme kjo. Pra duhet besim. Se nëse njeriu nuk ka besim, edhe nëse ka bëu akte bamirësie për Zotin, këto i vlen për këtë botë, i jep Allahu mirësim këtë botë, por përdesë se ka besuar ditën e gjykimit, s'ka pas besim në Islam, nuk i vlen tek Allahu për shpëtuar nga zjarri i xhehenemit dhe për të fituar xhenetin. Pra në këtë kuptim nuk i pranohet agjërimi tek Allahu i lartësuar dhe nuk i arrin mirësitë e muajit Ramazan. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar veprat e jo besimtarëve, si bamirësia e tjerë që i përmendëm edhe pak më parë, i ka krahasuar me mirazhin në shkretir, i cili u duket udhëtarëve të etur në shkretir, u duket nga larg si ujë, por kur shkojnë atje nuk gjejnë ujë. Dhe jo besimtarët që kanë bërë vepra bamirësie në këtë botë, por pa besim. Kanë vënë shok Zotit, s'kanë adhuruar Allahun një vetëm, s'kanë besuar ditën e gjykimit për shembull. Këta njerëz mund të mendojnë që veprat e tyre do t'u vlejnë, por kur dalin para Allahut të lartësuar ditën e gjykimit dhe konstatojnë që veprat nuk u vlejnë. Allahu ka zgjuar veprat. Nuk ka pranuar, s'do kenë dobi për tyre, shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit, nuk e fitojnë xhenetin. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha ka treguar se ka pyetur profetin për një njeri bamirës, si quhej Abdullah ibn Jadaan, i ka thënë ky ishte bamirës, ishte mikpritës, ishte bujar, ushqente të varfërit, lironte skllëvër. A do t'i vlejnë këto vepra tek Allahu i lartësuar ditën e gjykimit? Tha profeti jo. Sepse ai kur ka thënë Rabbi ighfirli khati'ati yawm ad-din, Zoti im, mi fal mëkatet në ditën e gjykimit. Pra ai s'ka besuar ditën e gjykimit, ai si është lutur Zotit për falje dhe për shpëtim në botën tjetër. S'ka besuar se ka xhenet dhe ka xhehenem, dhe si është lutur Allahut për falje që të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit dhe ta fitojë xhenetin. Shirku, hoxh, është mëkati më i madh. Çfarë duhet ketë parasysh një agjërues në lidhje me këtë çështje? E drejta më e rëndësishme është e drejta e Zotit, të adhurojmë të vetëm pa i vënë shok. Ne jemi krijuar që të adhurojmë Allahun të vetëm. Dhe kush i vë shok Zotit ka shkelë të drejtën e tij. Ka bërë mëkatin më të madh. Inna shirka la dhulmun adhim. Shirku është padrejtësi e madhe. Është padrejtësia e madhe, është mëkati i madh. Gjithashtu profeti ka thënë në një hadith kur është pyetur për mëkatin më të madh, ka thënë ti vë shok Allahut. Po që kur ai të ka krijuar ty, Allahu të ka krijuar, ti i vë shok atij. Ky është mëkati më i madh. Dhe ky mëkat i azgjëson gjitha veprat. Kush i vë shok Allahut, nuk i pranohet agjërimi. Nuk i pranohet namazi. Sikur njeriu të fal namaz, ta agjëroj gjithë jetën. Por i vë shok Zotit. Edhe vdes në të gjendje, si idhujtar, duke i vënë shok Zotit, duke lut dikë tjetër përveç Allahut, duke i u fal dikujt tjetër përveç Zotit, duke kërkuar shërim prej dikujt tjetër përveç Allahut, nuk i vlen veprat tek Allahu. Prandaj, domethënë,
duhet që besimtarët të ruhen nga shirku, domethënë të ruhen mos i vënë shok Allahut, të mos besojnë zot tjetër përveç Allahut. Krishterët besojnë se janë 3 zota. Thonë për Jezusin që është Zot, për Shpirtin e Shenjtë që është Zot, thonë për Allahun. Që e quajnë ja ati, thonë që është, domethënë është Zot. Realiteti është që vetëm Allahu është Zot i vërtet. Jezusi është i krijuar. Edhe Meleku Xhibril, Shpirti i Shenjtë, Ruhul Qudus, është i krijuar. Allahu është krijuesi, gjithçka tjetër përveç tij është krijesë. Kështu që ka që besojnë domethënë hyjni të ndryshme. Ka që adhurojnë të tjerë përveç Allahut. Mund të lusin një të vdekur, mund të lusin një shejtor, mund të lusin një njerëz të mirë, shejtor domethënë thënë se thonë se ne nuk e pranojmë këtë koncept, këtë për tash të quajturit shejtor, domethënë sipas besimeve të tjera. Ka që kërkojnë dermon dhe shërim tek vendet që i quajnë të mira, këto janë besimet kota. Kështu që duhet njeriu të jetë i pastër nga shirku dhe nga besimet e kota, në mënyrë që t'i pranohet vepra tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu thotë në Kur'an: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Nëse ata do t'i vinin shok Allahut, do t'u asgjësoheshin, do t'u zhvlerësoheshin veprat që kishin kryer. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Po shohim pra në vendin tonë, trojet tona, por edhe më gjerë, njerëz të cilët agjerojnë, por nuk e falin namazin. Çfarë këshille ke për këta njerëz? Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Shtylla e parë të deklarojmë shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah me bindje. S'ka zot tjetër përveç Allahut, askush dhe asgjë nuk e meriton të adhurohet përveç Allahut. Dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Shtylla e dytë është falja e namazit. Shtylla e dytë me i fal 5 vaktet. Shtylla e tretë të japë zekatën e pasurisë, i pasuri ka detyrë që të japë zekatën e pasurisë. Shtylla e katërt, agjërimi muaj Ramazanit. Shtylla e pestë, kryerja e haxhit. Kush ka mundësi e ka detyrë ta kryejë haxhin. Kush nuk e ka mundësinë, se ka detyrë. Pra, namazi është edhe më i rëndësishëm se agjërimi, është shtylla e dytë e Islamit. Namazi është vepra më e dashur për Allahun sipas një hadithi, namazi në kohën e vet. Namazi është adhurimi më i mirë që ne kryejmë për Allahun. Ne jemi krijuar që të adhurojmë Allahun, siç e ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Unë krijova xhindët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua, të vetëm. Përdesa ne jemi krijuar të adhurojmë Allahun dhe përderisa namazi është vepra më e dashur për Allahun, është adhurimi më i mirë, atëherë ne jemi krijuar të falim namaz. Dhe duhet ta ketë parasysh njeriu që s'fal namaz që nuk kryen detyrën për cilën e ka krijuar Zoti. Nuk përmbush qëllimin për cilin e ka krijuar Allahu i lartësuar. Jemi krijuar të falim namaz. Të ka caktuar Allahu të bësh të detyrë. Kërkon prej teje ta kryej, ti ka dhënë gjitha mirësitë. Ka krijuar për ne gjallësinë, ka përshtatur tokën për jetesë, për ne rrezet e diellit pa të cilat s'do kishte jetë. Për ne ka zbrit shiun, na ka dhënë burimet e ujit, burimet e ushqimit, na ka dhënë shnetin, na ka dhënë mendjen, syrin, pjesë të trupit. Kërkon për ne të falim 5 vakte të namazit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para se të vdiste na ka lënë porosi të falim 5 kohë të namazit, shumë i rëndësishëm. 5 falja e namazit përmendet shumë vende në Kur'an, shumë vende në Kur'an Allahu i jep urdhë të falim namazin, wa aqimus salata wa atuz zakat, falni namazin dhe jepni zakatin. Allahu i lartësuar në Kur'an në shumë vende ka përmendur mirësitë e namazit. Nga ana tjetër, ka paralajmëruar për dënim në zjarrin e xhehenemit ata që s'falin namazin, madje dhe ata që nuk kujdesen për faljen e namazit. Kështu që domethënë çdo agjërues duhet të japë rëndësi namazit, duhet filloj të falë namaz, sepse është vepra më e dashur tek Allahu që të arrijë mirësitë e Zotit dhe në mënyrë të veçantë që të arrijë në mënyrë të plotë mirësitë e muajit Ramazanit. Kështu që kush agjiron dhe s'fal namaz ka mangësi.
Por gjithsesi, përderisa njeriu agjeron si musliman, me iman, me besim, që përmendet pak më përpara, agjerimi quhet i sakt. I quhet si vepër tek Zoti. Është një vepër e mirë. A që agjeron me besim, me iman, si musliman, është më mirë se ata që nuk agjerojnë fare. Shpreson diçka ky njeri tek Zoti. Por ne i inkurajojmë njerëz të tillë që të ndërmarrin hapin tjetër që është edhe më i rëndësishëm, të falin namazin. Edhe elhamdulillah shumë e lehtë. Edhe është mirësi shumë e madhe. Do afrohen më shumë tek Allahu. Do bëhen të dashur të Allahut. Do arrin mirësitë e Allahut të lartësuar në dynjë dhe në ahiret. Allahu lartësuar na bëf prej tyre. Hoxh, që të arrihen mirësitë e agjerimit, duhet të bëhemi të devotshëm. Të ruajmë gojën, mos bëjmë keq. Mendoj që ka rëndësi të këshillojmë njerëzit për këtë fakt. Agjerimi përfshin jo vetëm braktisjen e të ngrënit, të pirit dhe gjërave të tjera të cilat e prishin agjerimin, por edhe ruajtjen e gojës. Do të agjeroj besimtari duke ruajtur dhe gojën, të flasë mirë, të mos flasë keq. Të ruaj dorën, të bëj mirë, të mos bëj keq, të mos dëptoj kënd, mos bëj padrejtësi kujt. Të ruajmë gojën, të mos gënjejmë, të mos mashtrojmë, të mos përçmojmë kënd, të mos tallemi me kënd, të mos dëshmojmë rrenjshëm, të mos e fliqim gojën, mos të themi fjalë të këqija, fjalë të pista. Këto janë të liga, janë mëkate të gojës. Dhe duhet me rujt gojën. Gjithashtu duhet mos me u padrejti njerëzve. Duhet me rujt dorën. Pra duhet që me rujt gojën dhe dorën në mënyrë që të arrijmë mirësitë e Ramazanit. Në të kundërt, kush nuk ruan gojën nga gjunahet e gojës, mëkatet e gojës, që i përmendëm pak më parë, dhe nuk ruan pjesët e trupit nga mëkatet, Allahu nuk e vlerëson atij agjerimin. Pra, ai nuk e arrin mirësitë dhe shpërblimet e agjerimit. Kështu që është çështje shumë e rëndësishme kjo. Fjalët e këqija cënojnë agjerimin. Veprat e këqija, dëmi që i bën i tjetri, padrejtia që i bën i tjetri, e cënon agjerimin. Agjerimi përmbushet, plotësohet duke ruajtur gojën dhe duke ruajtur dorën, mos me bë keq. Ky është muslimani i përsosur. Ky e ka agjerimin e plot. Dhe ky quhet tamam i devotshëm. Qëllimi i agjerimit është që ne të bëhemi të devotshëm. Ka thënë Allahu la'allakum tattaqun. Kur ka përmendur obligimin e agjerimit, obligimin e agjerimit të Ramazanit, ka thënë fundin e ajetit, që të mund të bëheni të devotshëm. Të ruheni nga dënimi i Allahut të lartësuar. Domethënë, të ruheni nga dënimi duke i zbatuar detyrat e fesë, duke ruajtur nga gjunahet. E kemi detyrë që ta ruajmë gojën, mos flasim keq. E kemi detyrë ta ruajmë dorën, mos dëmtojmë, mos bëjmë keq kujt. Këtë që ka përmendur Allahu në Kur'an, la'allakum tattaqun, na ka shpjeguar profeti në një hadith, se dihet që hadithet janë shpjegimi i Kur'anit, hadithet bazën e kanë Kur'an. Çdo hadith ne mund t'ia lidhim me Kur'anin. Thot profeti në hadith, men lam yad'a qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharaba. Kush nuk i lë gjunahet e gojës, profeti ka përmendur gënjeshtrën. Por dietarët kanë shpjeguar se këtu hyn gjitha mëkatet e gojës, që i përmendëm pak më parë. Dhe kush nuk lë dhe gjunahet e trupit, domethënë veprat sipas saj, sipas dëshmisë së rrejshme, sipas gënjeshtrës, dhe gjunahet e trupit. Siç ka shpjeguar dietarët, Allahu atij nuk e vlerëson agjerimin. Domethënë nuk e merr shpërblimin e agjerimit, nuk e arrin mirësitë e agjerimit. Ndaj duhet që ta ruajmë agjerimin. Një pjesë e agjeruesve nuk kujdesen për agjerimin. Prandaj konstatojmë se ndikimi i agjerimit për ta
një mirësjelljen e tyre me familjen, me prindërit, me fëmijët, me bashkëshorten. Nuk ka ndikim. Jo thotë që agjërimi i tyre ka mangësi. Ata se kanë përmbushur si duhet agjërimi, si kanë arritur mirësitë e agjërimit. Duhet që agjëruesi të përmirësojë moralin, të kultivojë durimin. Dhe të reflektohet kjo në sjelljen e tij në familje, sjelljen e tij në punë, sjelljen e tij me njerëzit, me komshit, me fisin, me bashkëpunëtorët. Agjërimi është shkollë ku ne mësojmë devocionin fetar, ku ne edukohemi, ku ne mësohemi, përmirësojmë moralin, në qoftë se besimtari nuk i arrin këto përfitime të agjërimit, këto dobi të agjërimit, atëherë agjërimi i tij është i mangët. Elusi Allahun subhanahu wa taala na mundsoj të arrijmë Ramazanin, na e lehtësoj ibadetin Ramazan dhe na e mundsoj që ta ruajmë agjërimin. Të mos e prishim, të mos e cënojmë agjërimin, që t'i arrijmë të plota mirësitë e agjërimit tek Allahu subhanahu wa taala. Allah është mbleftor. Atëherë vëllezër të motra, elusim Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të arrijmë Ramazanin, të agjërojmë atë, të arrijmë mirësitë e Ramazanit dhe dalim prej tij me gjunahe të falura. Shihemi inshallah në emisionin tjetër. Zoti ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.